Kam disa pyetje, doa të përgjigjesh shkurt, veç të ma vazhdosh fjalin. Okej. Unë ndihem më e fuqizuar kur këndoj Shqip. Shqip. Kënga që më prek më shumë ti emocionalisht është? Kur e përcolla Ilberin. Ajo që të preku. Kur krijoj një veshje të re, më inspirojnë? Ose më inspiron? Kush të inspiron? Natyra? Natyra. Faleminderit shumë. Në mod, më tërheq më shumë çka? Më tërheq më shumë moda e viteve 70, bohemian stili, do me thonë. Faleminderit shumë. Një gjë që njerëzit nuk e din për ty, ose për mua ti duhet thuash, është çfarë? Që nuk e din njerëzit, ka shumë gjana që nuk i din për mu. Po një gjë që ti do doje ta dinin, për shembull. Gjeje një gjë. Po e gjeje një gjë, po për momentin sot të mbron mend diçka. Që je kuzhinjere e mirë? Faktikisht jam kuzhinjere shumë e mirë. Po këto unë ta gjej ma ti një. Bravo. Do me thonë për vetën, po. E din rreth i ngushtë, po nuk e din... Ndoshta që jam shumë e qëndrueshme, duroj shumë. Okej, durimi. Durimi. Faleminderit shumë. Unë besoj se muzika ka fuqinë për të ndryshuar njerëzit, sepse ajo i lidh njerëzit bashk, i konekton, do me thonë njerëzit, edhe unë mendoj që pa muzikë jeta nuk kish me qenë njësoj. Muzika është diçka, është ushqim i shpirtit. Faleminderit shumë. Një nga mësimet më të mëdha që kam marrë nga jeta është ta duash vetveten. Ta duash vetveten. Faleminderit shumë. Në momentet kur ndjej pasiguri, unë kujtoj gjithmonë sepse jam aty për veten time. Okej, faleminderit shumë. E tash e kam një pyetje pak, po e bëj pyetjen. Ato që e gjeta tek burri finlandes dhe që nuk e gjeta tek askush tjetër është? Ka shumë. Dashuria, respekti, mirëkuptimi, do me thonë është një person që i ka gjitha vlerat, edhe që jam shumë e lumtur. Faleminderit shumë. Ajo çfarë më mban të lidhur me vetveten është? Që më bën të lidhur me vetveten? Që të mban të lidhur me vetveten, me veten tënde. Po, a mundet me qenë edhe familja, normalisht. Okej. Ajo është familja numër 1, është pjesa më e rëndësishme e jetës. Arti, natyra, meditimi. Njërën e kërkova, po ti i bëre një listë. Faleminderit shumë. S'ka një të unë. S'ka një. Nuk mundet me pas një. S'mundet një.